Në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov është promovuar libri Rrethimi i Shkodrës, 1504 i Marin Barletit, i përkthyer në anglisht nga pastori David Hosaflok, The Siege of Shkodra. Libri në fjalë përshkruan historinë e rrethimit osman në qytetin e fortifikuar të Shkodrës. Përkthyesi i këtij libri David Hosaflok thotë se përkthimi ka qenë shumë i vështirë, por shpreson se me këtë ka arritur që të ketë sukses gjatë përkthimit të kësaj vepre shumë të rëndësishme. Qëllimi ishte i thjesht, po mësoja gjuhën shqipe, edhe profesori më dha këtë libër për ta përkthyer, sa për të përmirësuar gjuhën shqipe. Por nuk e dija se çfarë më kishte rënë dorë dhe 15 vjet më vonë, ja, kemi një projekt të tillë. Jam mirënjohës rektorit dhe universitetit për mundësinë që ta promovoj librin këtu në Tetov. Është vizita ime e parë në Tetov dhe më kanë pritur kaq mirë, jam mirënjohës. Rektori Zamir Dika tha se me këtë përkthim është arritur që historia e rrethimit të Shkodrës të njihet edhe në përmasa globale, përkundër asaj që deri më tani për këtë rrethim kishte njohuri vetëm në rajon. Por nga ana tjetër edhe për promovimin e një pjese të historisë e cila ka qenë e shpërndarë më tepër në rajon, por nuk ka pasur mundësi që të shpërndahet në një kondacion pak më global. Davidi ja 25 vjetësh duke jetuar në Shqipëri, edhe përpos misionit të tij primar, ai po merret edhe me historinë edhe me përkthimologjinë, edhe nga ekspertë, ndoshta Davidi nuk dëgjon, kemi dëgjuar që ka bërë një përkthim të jashtëzakonshëm të rrethimit të Shkodrës të Marin Barletit. Është përkthyer në gjuhë angleze dhe sot mund të gjendet edhe në Amazon apo edhe në sitaret globale të historisë. Gjatë promovimit të librit në Universitetin e Europës Juglindore, po ashtu për rëndësinë e përkthimit të këtij libri foli edhe profesor doktor Hamid Xhaferi, i cili e cilësoi përkthimin si një arritur shumë dimensionale.